Çfarë gabime bëjnë më shpesh shqiptarët kur blejnë mall nga Kina? Sepse kjo është shumë diskutabile. Gjithmonë thuhet që ndonjëherë ai kualiteti nuk është aq në nivel, mirëpo ne si shqiptarë sa kemi sens për ta marrë atë mallin e duhur ose prodhimin e duhur? Si shumë gjëra që janë fatkeqësisht të them prish si sistemi këtu, si arsimi, janë për shkak të një individit, siç thash soset të ne. E tash e njëjta ka ndodhur edhe me ato që e kanë marrë hapat e para në Kinë. Domethënë kam një rast, se kam përmend shpesh, po me të vërtet është një rast që më ka lënë përshtypje, kur ishim në vizitë në një fabrikë edhe e tregova se vendin ku vi. Domethënë thash nga Maqedonia e Veriut dhe nga Ballkani. Atëherë tha aja këndej. Okej, shiqun produktet, krejt okej, ama nuk është ajo kualiteti që e duam ne. Okej. Domethënë të sjellim një risi, modele më të reja dhe kualitet më të mirë. E pyeta në gjuhën kineze, thasha, ka modele tjera më të mirë kualitet? Tha, po, prap na çoi domethënë kualitet njëjtë. Edhe unë thash, zotëri, flas kinezisht, se di sa po më kuptoni, thash, duam kualitet të mirë. Edhe unë dalë, unë tha të kuptoj, ama tha, ti nuk je i Ballkanit. Edhe unë aty mora, domethënë, shokun e parë se çka do të thotë. Pastaj e kuptova që njerëzit tonë që kanë shkuar atje e kanë kërku fitimin më të madh. Nuk e kanë shiqur të mirën e njerëzve, po e kanë shiqur, domethënë, të mirën e vet. Kështu që pas asaj ne domethënë edhe me gjithë klientët që vinë në konsultime apo në Kinë, u sqaroj një gjë. Domethënë është më mirë të vëjmë më pak fitim, por të sjellim diçka shumë më të mirë në vendin tonë. Sepse çmimet në Kinë me të vërtetë janë të lira, po edhe kualiteti është rrit shumë më shumë. E kjo e ka sjellë që njerëzit tanë të hapet ajo një dilema, është mall nga Kina, thuhet shumë shpesh. Mall nga Kina, po, por të gjithë ato telefonat celular që i përdorim është prodhim kines. Të gjitha që i shohim janë prodhim kines. Kështu që vetëm ajo është një quhet trik në marketing për të avancuar brendet europiane.